Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje ndjekës të rregullt të kanalit Monitor TV. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndarë dhe për të komentuar bashkarisht lajmet më të fundit rreth çiftit më të dashur tuajt. Tani ju e dini shumë bukur që unë e kam potencuar, do me thënë ekzistojnë dhe videot, që e kam thënë që Brikena do t'jetë pjesë e Shizon Top. Kam patur komente të ndryshme, kam patur mendime të ndryshme nga fansat, nga publiku, duke asocuar që Mateo dhe Brikena do t'jenë të gjithë sezonin të dy bashkë. Tani, sonte u hapën kartat, apo thënë shkurt, sonte u hapën portat e suksesit. Në shtëpinë e Big Brotherit, më konkretisht në verand, tek pjesa e pishinës, prej tek lori kafe, deri tek tavolina e bukës, tavolina e drekës, darkës, mëngjesi që ishte në verand, keni parasysh do me thënë verandën të Big Brotherit, apo oborin e Big Brotherit, është ndërtuar një sken shumë e bukur, ku në prapavia ka letwall të mëdhenj që shkruajnë She's on Top. Në thëmë Brikena Selmani do t'jetë njëra nga juristet e She's on Top, më pasuar nga Sara Gjordeni dhe një panel i bukur. Në episodin e parë që do të transmetohet ditën e nesërme, në të diel, do me thënë janë rubrika në emisionin e diel, këtu ku përfshirë është edhe rubrika e Egli Tako, rubrika trotuar, kemi dhe rubrikën She's on Top që ka një kohë të caktuar të vetën. She's on Top nesër mbrëma do të sjellë për herë të parë Brikena Selmanin. Brikena me shumë krenari e ka ndarë në Instagramin e saj këtë arritje. Unë e quaj arritje të Brikenës, sepse Brikena nuk ka qenë pjesë televizive, do me thënë përveç fakti që u përzjodh si Miss, më pas hyrja e saj në Big Brother, arritja që t'jetë pjesë e një panelit ku koncepti i She's on Top është përzjedhja një vajzës së bukur, vlerësimi i bukurisë, vlerësimi i trupit, vlerësimi i qëndrimit, vlerësimi i fenomenit femër. Kjo është vërtet një arritje dhe që mendoj që i përshtatet jashtëzakonisht Brikenës në rrugtimin e saj të karrierës. Do me thënë është brënda kornizave mbi të cilën Brikena ka vepruar. Në fotografi shoh një Brikena shumë të lumtur, sepse po ndjekën me sukses hapat e saj dhe Brikena e ka thënë në fakt që në fillim që ëndra e saj ishte She's on Top, do me thënë të jetë pjesë e spektakleve të këtilla, sepse Brikena vet ka qenë në spektaklin Supernova dhe aty u shfaq për herë të parë, dhe mendoj që do t'jetë një juriste e shkëlqyer në formën e saj, ku në mënyrë të mrekullueshme do t'i jep edhe të gjitha qëndrimet kundërdrejt pjesëmarrësve në këtë vepër kaq të bukur. Kjo është një super vepër. Natën e parë në këtë edicion do të kemi fatin që të ndjekim dhe Mateo Borin. Mateo do t'jetë një pjesë e juris, do me thënë është i ftuar special, i cili do t'jep qëndrimet e veta. Besoj që ka dhënë qëndrime fantastike, sepse sonte është xhiruar në fakt She's on Top, do me thënë çdo javë She's on Top do të xhirohet të shtunën për t'u transmetuar të dielën, pasi që është një produksion tashmë që konkurrentët i kanë gati, juria me patjetër që është gati dhe nuk ju duhet që të mendohen se kë mysafir të ftojnë apo si të funksionojnë për ta realizuar. Do me thënë ajo është xhiruar. Mateo do t'jetë vetëm në edicionin e parë, sepse ka patur shumë zëra që kanë qenë pikpyetja, do t'jetë Mateo gjatë gjithë sezonit, apo do t'jetë vetëm në edicionin e parë, ku do t'a shohim Mateon. Mateo me patjetër që nuk do t'jetë në She's on Top, por që do t'jetë pjesë e televizionit Top Channel që besoj do t'jetë nga shtatori. Duke e ditur që She's on Top është një spektakël i cili zgjatën vetëm 3 muajt e verës, nuk kupton që Brikena është e përzgjedhur për këtë sezon. Më pas për sezonët e tjerë, jam i bindur që në një karige në panel të përputhen, mund ta shohim Mateon sepse ka një eksperiencë të jetuar, e ka një rrugë të jetuar dhe mendoj që do të ishte një super vlerësues i një rrugtimi siç është
është përbuthen për edhe t'i ngritur vlerat më shumë si emision, sepse zakonisht si një reality show është paragjykuar gjithmonë nga që çunat, vajzat kanë ikur aty për të kërkuar ndjesit edhe dashurit e tyre. Në më thënë, kemi të bëjmë me një spektakël, kemi të bëjmë me një rrugtim shumë të bukur, që Brikenën, sinqerisht e shoh shumë të përmbushur shpirtërisht. Të tillë e pash edhe Sarën, do me thënë, Sara e ka sezonin e dytë në She's on Top, mendoj që ka një eksperiencë pak më të gjatë, do të shohim se çfarë qëndrimesh do të kenë me Brikenën, a do të kenë mendime të njëjta, apo nuk do t'i kenë në këtë rast mendimet e njëjta, sepse ndonjëherë edhe juria në fakt e krijon spektaklin të jashtëzakonshëm. Brikena ka premtuar që nuk do të jetë një rrugtim i thjesht ky për të, por do të jetë një rrugtim i mbushur me shumë surpriza, do të jetë një rrugtim i mbushur me shumë të papritura dhe besoj që She's on Top do të jetë një super ambient që Brikena në fakt e ka pritur dhe e ka jetuar. Në më thënë, ditën e nesërme do të shohim këtë çift. I shoh shumë të lumtur, më duhet ripërsëritem edhe një herë, do më thënë i shoh shumë të gëzuar. Brikenën e shoh që e ka arritur qëllimin e saj, por në një farë mënyre edhe Mateo nuk duhet lënë pa e thënë, e ka arritur qëllimin e tij dhe po e duar troket të dashurën, partnerin e tij. Mateo në fakt në grupin e tij në Instagram ka nisur një fotografi duke i falendëruar të gjithë ndjekësit edhe fansat për respektin që tregojnë për Brikenën dhe për mbështetjen që tregojnë për Brikenën. Do me thënë, të gjithë janë në ankth për të pritur se si Brikena do të shfaqet nesër në puntatën e radhës në She's on Top. Do me thënë, jam i bindur që do të jetë një spektakël i jashtëzakonshëm. Unë them që edhe një herë rifillon apo rikthehet ajo përqafimi drejt ekranit të televizionit Top Channel dhe jo më kot u ruajt kaq shumë ekskluziviteti i Brikenës, do me thënë jo më kot Brikena nuk doli kaq shumë në media sepse e ruajti veten pafund, u kujdes për veten e saj në një farë mënyre dhe arriti që ta ruan me shumë sekret këtë pjesën, edhe pse unë e kam thënë në shumicën e rasteve që Brikena do të jetë pjesë e She's on Top. Do të thënë, ishte e palogjikshme që televizioni Top Channel ta vente Brikenën në një panel që nuk ka të bëjë me bukurinë, nuk ka të bëjë me misin, nuk ka të bëjë me vajzën, do të thënë nuk ka të bëjë me përzgjedhjen. Dhe në këtë rast unë e shoh një Brikena e cila është e mrekullueshme, është afatgjate dhe është një vajzë që na dhuron një emocion të jashtëzakonshëm në spektaklin Big Brother tashmë në She's on Top. Unë e quaj Big Brother në She's on Top sepse ditën e nesërme kemi një rikthim emocionesh, fansa do kenë fatin që të shohin Mateon, të shohin Brikenën, do me thënë ka shumë gjëra të bukura që po përgatiten në këtë spektakël. Ju çfarë duhet të bëni? Vazhdoni të na ndiqni me subscribe për të arritur të kuptoni të gjithë të rejat më të fundit.